أخوف الخائفين. Ka mundësi mësyshi, domethënë me godit njeriu që është trim, heroj, edhe më bë frikë ku më i madh. Thotë ka pas një rast që kemi takuar një oficer të madh, domethënë, edhe kishte rrok domethënë kjo smundja, edhe thotë smuj me ne në ngjyrën time vet. Ku hin zire hin në tavolinë. قال من صغري domethënë, قال من صغري مشهور بشجاعتي ومنذ ما مسكت هذا المنصب thotë kam qenë domethënë shumë i fuqishëm edhe këto njerëz janë tutje mua. Kur kam qenë domethënë pozita të caktuar, këtë në punësit kanë në kom gatitur. Edhe thoshin si ka mundësi domethënë me tu edhe një lloj vetë pëlqimi edhe mësyshi i tjerëve, thotë edhe situatë që edhe në shtëpinë time smusha dhëm time ne të padrita. أخذ أدوية كثيرة سافر. Përdori lloj ilashe, shkoi në lloj shtete të ndryshme të botës. Heci domethënë shkëtin ka mdall, rapi peshë, këtë kjo domethënë duke tentuar me e largu faktisht panik atakun, nuk mund të bëj. Kur erdh me trajtue panik atakun domethënë me dhikr edhe me ilaçet e mësyshit edhe domethënë sihrit, thot ushnosh krejtësisht tani s'kam më kurrë. ما هو العلاج؟ Me çka ushnosh? Me dy gjëra, me dua edhe me dëgjimin e ajeteve rukjes domethënë për mësyshit. Çfarë dua bëj thotë o Zot, domethënë çdo sen që ma godit forcën time largoj, çdo sen që ma ka shti frikën largoj edhe kur bëj ato e nisha të dal diçka nga trupi jam. Derisa më kthy kapak forca, qetësia domethënë do stabilizohet. والقصص في هذه كثيرة. Kemi shumë tregime në këtë drejtim na.